I fshehur për gjatë detit jon perla bregdetare e Shqipërisë, Ksamili po ripërcakton se çfarë do të thotë të gjesh parajsën në Evropë, sipas Travel & Tour World. Me ujrat e tij të kristalta, rërën e bardhë dhe bukurinë natyrore të pacënuar, Ksamili ofron turistëve një përvojë të ngjashme me Karajibet, por pa çmime marramendëse. Nga ishujt sekret dhe vendet e trashëgimisë së UNESCO-s deri në vijën bregdetare, ky thesar i fshehur ofron një arratisje të paharrueshme, kundër thuret, sharmi egzotik me rrënjët e pasura kulturore, duke bërë atë një nga destinacionet më të jashtëzakonshme dhe të përballueshme bregdetare në kontinent. I vendosur për gjatë bregdetit jugor mahnitës të Shqipërisë, fshati bregdetar i Ksamilit është faqur si një nga destinacionet më tërheqëse për të udhëtuar në Evropë. Shpesh i quajtur Karajibet e Evropës, Ksamili ma gjep turistët me ujrat e tij të kristalta, plazhet me rërë të bardhë dhe peizazh mesdhetar, i fshehur brenda parkut kombëtar të Butrintit dhe i vendosur në detin jon. Kjo bukuri ballkanike i fton vizitorët në një parajsë të qetë që rivalizon atraksionet bregdetare më të famshme në botë. Ksamili mahnit me ujra bruz, plazhet me rërë të bardhë dhe ishujt e fshehur, duke ofruar një arratisje si në Karajibe, por me një kosto shumë më të ulët. Deti është i kristal dhe i qetë, duke ftuar adhuruesit e notit, zhytjes dhe plazhit të shlodhen në një qetësi perfekte. Rëra e bardhë e bardhë dhe ujrat e kaltra dhe të cekta ngjajnë me destinacionet e ishujve tropikal, duke e bërë Ksamilin vend pushimin ideal për familjet, çiftet dhe vizitorët solo. Pavarësisht popularitetit të tij në rritje, Ksamili e ndëruan ngrohtësinë dhe autenticitetin e një fshati tradicional shqiptar. Përtej plazheve të tij magjepse, Ksamili shërben si një portë hyrëse për disa thesare natyrore dhe kulturore.